përshëndesim ishte dashur nga kjo studio ku mëngjesi ynë është ndryshe çdo ditë, paktën për sa i përket bisedave aktualitetit, por patjetër i njëjtë për sa i përket informacionit i cili nuk mungon dhe në moment të drejt për drejt në mënyrë koherente vjen për të gjithë ju që zgjojnë një herë dhe që në orën 7 jeni aty për të na shoqëruar në këto 2 orë të drejt për drejta deri në orën 9. Në fakt sot është një javë e cila nis bukur me lumturi, është shoqëruar me festë mbrëmje e shkuar jo vetëm në Francë ku natyrshëm më në fund morëm 3 pikët e kaq shumë kërkuara dhe që është shpresa për cilën prisnim në mënyrë që të kualifikohemi, por do të na duhet presim edhe 3 ditë sa të mbarojë faza e grupeve. Tashmë Shqipëria ka shënuar golin e shumë dëshiruar me një lojë fantastike e cila është analizuar edhe gjatë mbrëmjes së shkuar. Megjithatë, të paktën kjo javë ka nisur me shpresë dhe me një lajm të bukur. Kështu që uroj edhe në aspekte të tjera të jetës suaj, të jetë të tillë, ndërkohë ne jemi këtu për t'ju shoqëruar deri në orën 9 dhe sigurisht starti dedikohet atyre informacioneve të para dhe utilitare, por natyrisht është edhe momenti i shijuarit të Segafredos, një rutinë e bukur dhe rëndësishme për të na zgjuar dhe për të na kthjelluar në mëngjes. Është momenti për të parë motin, temperaturat minimale dhe ato maksimale kanë qenë goxha të larta, të paktën referuar edhe fundjavës, por ne do t'i shohim konkretisht se çfarë na ofrohet në këtë fillim javë, ndërkohë takohemi në këndin e gazetave. Ja ku jemi në studio, dhe në fakt kemi dhe dokumentacione që vërtetojnë paksa detajet e bisedës së ditës së sotme. Unë kam kënaqësinë të kem në këtë studio zotin Ali Eminin, drejtori i Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Mirë se erdhët zoti Emini. Faleminderit që jeni sot me ne për sqaruar disa pika dhe argumente që kemi parë në media në shkruar, të paktën përgjatë këtyre jave në lidhje me pensionet, por në lidhje me të dhënat të cilat presupozohet se tashmë do të jenë online për të verifikuar gjithë secili në një farë mënyrë vitet e tyre të siguruara, por ka patur shumë risi pra të paktën në këtë aspekt. Ju është dashur një punë kolosale me sa shoh për të identifikuar secilin rast dhe për ta sqaruar edhe për publikun. Faleminderit. Unë mendoj se në këtë kohë që flasim, interesi i publikut është fokusuar në 3-4 çështje. Në radhë parë më duhet të bëj disa sqarime ose si thua të flas diçka për në lidhje me pensionet e ushtarakëve. Është një pyetje ende, këtu besoj janë plot kuriozitet. Përpara një muaj gjysëm nga Kuvendi i Shqipërisë u miratua ligji për faljen e detyrimeve që kishin ushtarakët për shkak të rillogaritjes pensioneve. Më duhet të them që në vitin 2009 u bë një ligj i ri për ushtarakët, i cili me një akt normativ përcaktoi dhe formulën e llogaritjes së pensioneve për shkak të ardhjes dokumentacionit nga po themi nga qendrat të përkatëse të ushtrisë apo të Ministrisë Brendshme, të policisë e tjera me vonesë, u krijuan dhe detyrime. Qeveria, sipas programit politik që kishte qysh në zgjedhje, ndërmori atë, si thua, iniciativën ligjore dhe përcaktoi 2 çështje. E para do të falen të gjithë detyrimet siç kanë qenë ato dhe siç kanë mbetur ato deri në datën 1 maj. Dikush ka pasur edhe 300.000 lekë të reja, 350, apo dikush më pak, dikush ka pasur një shumë të caktuar në fillim, po që ka likujduar gjatë kohës dhe është likujduar totalisht, apo i kanë mbetur dhe diçka për likujduar, si do që jetë ligji dhe instituti ka përgatitur dhe vendimin e Këshillit të Ministrave i cili do të miratohet së shpejti, ka 2 çështje kryesore. E para, fal detyrimet ashtu siç kanë mbetur, dhe e dyta, do t'ju kthejë ushtarakëve të gjithë pjesën që ata kanë paguar. Qysh në ligj është përcaktuar që pjesa që ata kanë paguar do të kthehet duke brenda harkut të 1 viti. Edhe sepse ka efekte financiare dhe natyrisht duhet kohë. Teorikisht, kthimi ne do të përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave, po kthimi do të fillojë nga muaji shtator dhe deri nga muaji prill, maj e vitit të ardhshëm. E do të kthehet natyrisht me këste mujore. Pra në mënyrë graduale. Çdo ushtarak që ka paguar detyrime do të i vendosen në pension edhe shumat për t'i kthyer. Besoj që do të marrim masa të tilla që çdo gjë të jetë transparente. Pra, çdo dosje ushtaraku do të merret në dorë, do të rishikohet, do të shikohen këstet janë ndaluar, qoftë për ata që kanë marrë pensionet në post
me mandat pagesë me dorë apo në mënyrë me mandat pagesë elektronike, dhe do të kemi një veprim shumë transparent, si për nga ana e qeverisë, ashtu dhe për ushtarakët. Kështu që mendoj se tani për tani masa e parë është ndërprerë, pra nuk paguen më borxhe, ose ato borxhe që vinë nga rillogaritja. Më duhet të theksoj një gjë, se ka pasur dhe keqkuptime në fakt. Gjithmonë ka keqkuptime, ose keq interpretime, her pas here, ndonjëherë në faj vihet dhe media që sqarimet që sjell nuk i sjell në formën më korrekte të mundshme dhe minjëherë krijohet edhe një lloj konfuzioni. Një nga keqkuptimet që ka qenë lidhur me ligjin e ushtarakëve lidhet me atë që është përcaktuar në nenin 2 të ligjit, ku thuhet të gjitha ato detyrime që kanë lindur për shkak se ushtarakët nuk kanë zbatuar dispozitat ligjore të kohës, pra kemi shumë ushtarak që edhe sepse merrnin pension dhe duhet të deklaronin lënien e pensionit sepse futeshin në punë, ata nuk e kanë deklaruar, apo ka dhe raste të tjera që me vendime gjykate janë bërë rillogaritje jashtë afateve ligjore apo jashtë atyre formulës që përcakton dhe ligji, kështu që këto është thënë qartë në ligj në nenin 2 që këto detyrime nuk falen. Ato do të vazhdojnë të ndalohen deri në likuidimin e tyre. Kjo është pika e cila duhet qartësuar, apo jo? Kjo është çdo njeri duhet ta ketë parasysh, çdo ushtarak duhet ta ketë parasysh. Nëse ka një detyrim që ka rrjedhur për shkak se ai ka qenë në punë, dhe nuk është deklaruar, apo ka marrë një sasi parash nga një vendim gjyqësor që nuk është konform vendimit të ligjit të miratuar për këtë çështje, ato detyrime nuk falen. Okej. Një pikë të parë e kemi sqaruar. Një tjetër pikë e cila ka gjetur argument edhe në shumë artikuj të paktën gjatë javës që lan pas, është në lidhje me pensionet e diferencuara, nëse mund t'i quajmë kështu, çfarë po ndodh? Përfitime të mundshme, të cilat në një mënyrë apo në një tjetër janë argumentuar në median e shkruar, por ju zot Emini mund na sqaroni pak më tepër ç'po ndodh me këtë fakt. Çështja e dytë, që edhe kjo ka interes publik për ta sqaruar, është çështja e rritjes së pensioneve të periudhë që janë caktuar nga data 1/10/93 deri në fund të vitit 1996. Më duhet të them paraprakisht që në këtë periudhë ka mjaft pensione që janë të parakoshme, pra ato janë lidhur, janë caktuar sipas ligjeve të veçanta, po ama nuk bëhet fjalë për plotësim të moshës 60 vjeç apo 65 në atë kohë, s'ka pasur, por janë caktuar pensione edhe në moshën 38, 40 vjeç e tjera, sepse kanë pasur mjaft pensione të parakoshme. Ndërkohë që edhe rritjet e diferencuara të pensioneve që janë bërë gjatë kohës, kishin krijuar një, si të thuash, një grop në pensionet e kësaj periudhe. Pra, këto pensione kanë qenë më të ulta, gati 10 deri në 15% më të ulta se sa gjithë pensionet e periudhave të tjera. Ka qenë, me të thënë të drejtën, disa studime janë bërë këtë çështje, sidoqoftë më duhet ta them këtë gjë që ka qenë një iniciative e zotit Klosi, që ne duhet të merremi me këtë kategori personash, të bëjmë llogaritjet e nevojshme dhe të së paku nuk kemi mundësi për të bërë, domethënë, kthime të periudhave të mëparshme, po të fillojë një llogaritje nga sot e tutje. Atëherë, cilat janë kategoritë? Faktikisht në periudhën 93-96 janë bërë 6 herë rritjet pensioneve. Janë bërë në mënyrë të diferencuar dhe kanë krijuar problematik. Janë 6 tabela që kanë së paku nga po themi nga 200 rreshta dhe nuk mund të mbahen me mend, por ajo që unë desha të them për publikun është kjo. Si po vepron instituti? Janë 87.000 deri 90.000 dosje pensionesh që janë lidhur në periudhën e 93-96. Nga këto, rreth 35%, 40% janë pensione fshati që nuk rriten sepse ato janë pensione minimale, sepse edhe kontributet e paguara janë minimale. Po kështu, edhe pjesa tjetër, edhe gjysma e pjesës së mbetur, edhe ato janë pothuaj pensione minimale, sepse bëhet fjalë për pensione që sido që të jetë, të gjitha qeverit e kanë ruajtur nivelin minimal të pensionit. Kështu që, sipas llogaritjeve, në këto janë rreth 18.000, po themi, raste që mund të jenë objekt i rishikimit apo i ndryshimit. Kështu që Instituti Sigurimit Shoqërore ka nxjerrë tashmë dhe vazhdon të nxjerrë të gjithë dosjet, do të shikohen një për një,
këto janë të hedhura në sistem, pra nuk do të shikohen vetëm nga një dorë, po do të shikohen nga do të kalojnë në shumë 4 filtra. profesionistë, me qëllim që asnjëri të mos mbetet pa u kontrolluar, dhe pastaj mendojmë që çdo njeriu që i bëhet rilogaritja e pensioneve do t'i jepet dhe sqarimi i nevojshëm çfarë i ka takuar, pse i ka takuar, bazuar në tabelat e përcaktuara në vendim. Një kategori tjetër e veçantë që shikohet, që është parë e nevojshme të shikohet, janë edhe pensionet e parakoshve të ish-minatorëve dhe të stafit mësimdhënës. Në vitin 1995, ligji kishte i dispozit ku theshte këto persona, pra që kanë kryer punë të kategorisë parë ose të dytë, punë shumë të rënda ose punë të vështira, dhe në punë të vështira kanë qenë dhe punë e mësuesve, sidomos gratë, mund të delin në pension me 22 vjet e 6 muaj punë, nga të cilat mbi gjysmën e tyre duhet ta kishin minierat duhet kishin mbi 11 vjet, por këto arsimi e këto mjaftojnë që ti kishte në arsim. Këto pensione në fakt kanë pasur një problem krahasuar me të tjera, sepse nuk kanë marrë disa ngushtime diferencash të viteve të tjera dhe këto kanë qenë më të ulta. Kështu që gjithë personat që kanë pension dhe që e kanë marrë në periudhën 1995, pra janë pensionet parakoshme, të gjithë këto do rishifen edhe do të jepet diferenca si pas asaj që u takon dhe si pas tabelave të ndërtuar. Pra, po shikojnë të gjitha kategoritë, rastet të cilat kanë qenë disi më të distancuar në mënyrë që të ketë një lloj unifikimi, apo jo, zot Emini? Patjetër. Çështja jonë është të jemi transparent. Domethënë, po unë mendoj që janë marrë masat në institut edhe nga drejtori i përgjithshëm që të ketë transparencë, që çdo pensionist të njihet me çfarë ndodh me pensionin e vet, pse është llogaritur ose nuk është rillogaritur. Sepse gjithmonë ka dilema dhe pikpyetje në këtë aspekt dhe edhe nëse media mundohen mirë pas here që në koherencë të plot të transmetojnë punën e Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Një lajm që keni parë është edhe krijimi i një database online i cili do të mund të sjellë konkretisht, le të themi, informacionin për cilën kanë nevojë, le të themi, pensionistët në lidhje me vitet e sigurimeve të tyre shoqërore. Çfarë po ndodh aktualisht me krijimin e këtij database, zot Emini? Krijimi i database-it për vjetërsinë e punës ose për periudhat e sigurimit ka qenë një impenjim i të paktën 4-5 viteve të fundit. U krijuan ato që quhen programe dhe baza teknike për të mbajtur gjithë informacionin dhe natyrisht pastaj me punonjës të institutit apo dhe punonjës provizor ka vazhduar hedhja e të dhënave. Jemi në kushtet kur janë hedhur mbi 5 milion, si të thuash, flet dhe regjistra në database. Janë hedhur, po thuajse, 90% të gjithë regjistrave të vjetërsisë në punë të përpara vitit 1993, domethënë që lidhen me vjetërsinë e punës në sistemin e kaluar. Natyrisht që ka problematika, por si do këtë jetë ajo që duhet të them dhe që ka interes për publikun në shkjo. Ka pasur shumë raste që librezat e punës, njerëzit i kanë lënë ndërmarrje dhe ato kanë mbetur në ndërmarrje. Instituti i Sigurimeve Shoqërore gjitha këto i kanë mbledhur, po i hedh në të dhëna online me qëllim që çdo njeri që nuk e ka librezën mund të kontrollojë dhe ta gjejë. Besoj që do të kemi një periudhë pas 3-4 muajsh, një periudhë që t'i shpallim këto. Problemi i dytë është që ka njerëz që i kanë librezat, po i kanë të pambyllura, sepse kanë ikur nga ndërmarrja në vitin 92, 93, të gjithë e dim, po të futemi në lëkurën e asaj kohe, do të shikojmë që ka raste të këtilla. Natyrisht këto kanë sjellë problematik, me thënë të drejtën, sepse kur një librez është e pambyllur, atëherë teorikisht mund të thuash njeriu mund të ketë punuar dhe 15 ditë ose mund të ketë punuar dhe 15 vjet. Kështu që Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka mbledhur gjithë dokumentacionin, bën përplasjen e kërkesës së pensionistit me të dhënat arkivore, edhe natyrisht mundohet të gjej gjithçka që është me drejta. Problematika kanë pasur, vonesa kanë pasur, janë bërë mjaft gjyqe. Vitin e kaluar janë 4100 raste që kanë shkuar në gjyq për të vërtetuar vjetërsinë. Është pak e madhe, si shumë dhe... Do gja shifre e lartë, por për hir të këtyre problematikave që ju përmendët nga shkuara. Po pra, me gjitha të është e nevojshme, por si do që tjetë,
Instituti Sigurime Shoqërore ka miratuar në Këshillin Administrativ një projekt vendim të Këshillit Ministrave, i cili ka shkuar në Këshillin e Ministrave dhe besoj që brenda 2 jave ndoshta i vjen radha për të shqyrtuar, për të marrë disa masa që lehtësojnë problematikat në lidhje me vjetërsinë e punës. Cila është e para? Për shembull, e para është që t'jepet kompetencë Institutit Sigurimit Shoqëror, sepse ka shumë raste që regjistra të shumt janë të shkruar me laps plumbi. Dhe ne e dim që lapsi i shkruar me laps plumbi nuk është një provë materiale që ta marrësh parasysh, kështu që me këto dokumenta të vendosi Instituti Sigurimit Shoqëror pas një procedure të caktuar skanimesh që tashmë ato janë të përfunduara. Ka raste të tjera kur shumë persone kanë stash librezat pa mbyllur, atëre me vendim qeverie do të përcaktohet që përveç dokumentacionit që është autentik apo dhe i përcaktuar për të marrë pension, siç është libreza e punës dhe regjistrat, nëse personat kanë të dhëna të tjera, dokumentacion tjetër që është në mënyrë të tërthor të vërteton vjetërsinë, mund ta paraqisë dhe ky dokumentacion do të merret si mirëqen. Për shembull, nëse njëri ka pasur një dosje personale, sepse ka qenë kuadre të tjera, ai në dosjen personale ka karakteristika, ka vendime emërimi, vendime të largimit, vendime të ndryshimit vendit punës, arsimtarët kanë vendime për atestimin që quheshin atë kohë ose për kualifikimin e tyre, e të tjera dokumentacione pra të ndryshme. Të gjitha këto për të lehtësuar procedurat e caktimit të pensionit. Megjithatë, besoj kjo është një punë dhe një proces i cili do të zjas pak në kohë, nëse i referohemi të gjithë Shqipërisë, por ka rrethe apo qytete caktuara që tashmë kanë përfunduar procesin e hedhjes së të dhënave. Unë thash edhe përsëris që deri në fund të vitit 1993 janë mbi 90% të dhënave të hedhura, dhe janë të hedhur të gjithë regjistrat që janë marrë nga Sigurimet Shoqërore. Natyrisht ka disa regjistra që ende u takojnë institucioneve që janë veprim, që janë institucione përgjithsisht buxhetore, institucione publike, të cilat i kanë dokumentacione dhe edhe këto po merren dhe dal nga dal do t'idhen. Pastaj fillon faza e dytë, që është faza e hedhjes të dhënave, hedhjes në sistem elektronik të dhënave nga 94 dhe deri në vitin 2012, kurse për sa i përket viteve 2012 e këteja, është bërë një punë paraprake dhe së shpejti ato do t'jenë në database dhe do t'jenë të pashme nga publiku. Megjithatë, edhe tatimet që i mbledhin kontributet e Sigurimeve Shoqërore i kanë futur në një website të tyre dhe aty mund të shifen edhe që tani. Por flasim për të dhënat e vitit 2016 përgjithsisht. Megjithatë, i referohemi shpeshherë qyteteve, por me fshatrat do të jetë i njëjti proces, çfarë do të ndodhë në këtë aspekt? Database i fshatit është i krijuar deri në fund të vitit 2015. Domethënë të gjithë ata që kanë punuar në ish kooperativa bujqësore dhe ose kanë dhënë kontribute nga viti 1994 dhe deri në vitin 2015 i kanë gjithë të dhënat të hedhura, ndërkohë që edhe viti 2016 vazhdon. Pra, është një punë e cila është kryer tashmë në pjesën më të madhe. Dhe besoj për çdo pensionist dhe qytetar, kjo është një gjë shumë e favorshme, apo jo? Fshati ka përfunduar i gjithi, është i gatshëm, me fjalë, për çdo njeri, nuk ka problem. Si do të funksionojë që secili individ në bazë të disa të dhënave, në momentin kur do të përfundojë gjithë procesi, do të mund të hyjë online edhe të shohë të dhënat e tij personale? Kështu është, domethënë Instituti i Sigurimeve Shoqërore do të ketë në atë website-in e vet, do të ketë një post të caktuar ku mund të futesh dhe të shikosh vjetërsinë e punës, bile edhe një formulë elektronike që të llogariti secili pension e vet dhe të jetë shumë i qartë. Por deri atëherë kjo do të kërkojë mjaft punë. Besojmë që do kërkojë edhe 2-3 vite punë të tjera. Deri atëherë ne do të mundohemi që të jemi më transparent me publikun, që do të thotë të gjithë ata persona që marrin një pension, pra u caktohet një pension i ri, të kenë edhe një flet ku të jetë shënuar si është llogaritur pensioni, çfarë pagash janë marrë, si janë indeksuar, me qëllim që çdo njeri të jetë shumë i qartë. Unë kam pasur rastin përpara 3-4 ditësh të jem me një inxhinier, natyrisht që një inxhinier është një person i kualifikuar, ose i mirë kualifikuar për të llogaritur pensionin e vet,
Dhe me të thënë drejtën më erdhi shumë mirë që ai kishte mundur të kapte edhe një gabim që ishte fare i vogël në pensionin e vetë. Si do këtë jetë puna, tani Instituti Sigurimeve Shoqërore ka një formulë, ka të ndërtuar një program të vogël, informatik, i cili bën llogaritjen e pensioneve dhe mjafton që të dhënat të jenë hedhur në rregull dhe pastaj llogaritja e pensioneve bëhet nga programi, nuk ka në dorë as inspektori, as shefi, as drejtori, as një gjë. Është një ekuacion që zgjidhet dhe kaq, pa ndërhyrje. Pra, pa ndërhyrje. Aty vetëm hidhen të dhënat për pagat, për vjetërsinë e punës dhe pastaj gjithçka mbaron. Pra nuk kam as ta mora kështu, as ta mora kështu, as ta pash. Që të shmangen dhe aludimet apo komentet. Çdo profesionist ka për detyrë që t'i kontrollojë dokumentat në mënyrë korrekte, të hedhin në mënyrë korrekte vjetërsinë e punës, dhe çdo njeri e di mirë vetë se sa vite punë ka. Natyrisht. Dhe çdo profesionist duhet të hedhi pastaj në mënyrë korrekte dhe pagat, të cilat pensionisti natyrisht i sjell vetë. Problematik mund të ketë vetëm me indeksimin e pagave. Megjithatë, ne disa herë kemi botuar në gazeta atë vendimin e Këshillit të Ministrave si indeksojnë pagat ose si indeksojnë pagat e para vitit 94. Në qoftë se do jetë e nevojshme, gjithmonë do ta bëjmë këtë. Për të bërë një llogaritje sepse era erës. Secili, mos qoftë se bën vetë, ka fëmijë, ka që gjitha nuk është. Që mund ta ndihmojnë. Raste abuzive do të jemi me pensionet, keni vënë re ju si Instituti Sigurimeve Shoqërore? Në dhe gjithë këto proces identifikimesh. Unë më duhet të them diçka që ka dhe interes për publikun. Nga viti, po themi, 2007, edhe në vazhdim, Instituti Sigurimeve Shoqërore ka qenë i predispozuar për të zbuluar të gjitha mashtrimet që mund të jenë bërë me pensionet. Mashtrime ka pasur lidhur me falsifikimin e moshave, dhe këto falsifikimi moshave nuk është bërë se është marrë një certifikat falso dhe është sjell. Po ka certifikatat janë marrë nga gjendjet civile. Pra që aty ka nisur mund jenë marrë për problematikat caktuara që edhe punonjësit e gjendjes civile nuk i kanë vënë rëndësi dhe janë shfrytzuar. Ose ka pasur korrigjime të moshave deri dhe me vendime gjykate etj. Kështu që të gjitha këto janë evidentuar, të gjitha këto janë nxjerrë dhe të gjitha këto janë dërguar organeve të prokurorisë për hetim të mëtejshëm. Unë po them që vitin e kaluar janë rreth 2400 raste, mbi 2400 raste që janë dërguar në prokurori. Jemi në fund të procesit, tashti gjërat dhe mund të dalin, por përgjithsisht ne themi që jemi në rrugë të mbarë, janë kontrolluar dhe janë evidentuar dhe rastet e korrigjimit të vjetërsisë në punë, sepse janë të ndërtuar regjistrat në mënyrë të tillë që kur hidhen informatik dhe totalizohen të dhënat dalin problematikat. Kështu që unë do të thosha këtë gjë. Çdo njeri që do të dalë në pension, që do të sjellë dokumentat, duhet të jetë ndershmërisht i saktë me dokumentat që sjell. Pensioni është një çështje që paguhet për 15 vjet, 20 vjet. Për një kohë relativisht të gjatë. Dhe gjithmonë është në proces verifikimi. Gjithmonë është në proces verifikimi, sa po dalin të dhëna të reja, sa po hidhen të dhëna të vjetërsisë në punë etj, gjithmonë është në proces. Prandaj çdo njeri duhet të kërkojë atë që faktikisht meriton, atë vjetërsi pune që faktikisht ka pasur etj. Kështu që është mirë që të keni dokumentacion e duhur, në mënyrë të vazhdueshme është theksuar lista e dokumentave që janë të nevojshme dhe unë besoj se hasni probleme dhe me mungesën e dokumentacioneve, pavarësisht se ju e keni lakuar vazhdimisht të cilat janë ato që e faktojnë. Natyrisht që ka mungesë dokumentacioni, çështja është kjo që kur ka mungesë dokumentacioni, çdo pensionist ne e grishim për bashkëpunim, domethënë. Ai duhet të vejë në Agjencinë e Sigurimeve Shoqërore, të deklarojë dokumentat që ka dhe të kërkojë pastaj me kërkesë që dokumentacioni të plotësohet. Për shembull, po marrim një rast që një pensionist e ka humbur librezën, ose nuk e ka marrë ndërmarrje, nuk ka të dhëna etj. Atëherë puna e parë që duhet të bëj është që 3-4 muaj, 5 muaj, 6 muaj përpara se sa të plotësoj moshën e pensionit, të shkoj në Agjencinë e Sigurimeve Shoqërore dhe të drejtoj një kërkesë për të gjetur vjetërsinë e punës. Natyrisht është mirë është që në kërkesat që bëhen të shënohen ku ka qenë në cilën rreth ka banuar, pra ku ka qenë vend banimi tia, ose si e ka ndryshuar vend banimin, dhe pastaj të
mundësisht të shënoj sa më përafërsisht periudhën ku ka punuar dhe në cilë ndërmarrje ka punuar. E qartë. Duke ruajtur emrin, tamam emrin zyrtar të ndërmarrje, që të mund të orientohet, institutet dhe të kërkoj. e lehtëson kërkimin. Ai pastaj do të marrë një përgjigje nga sigurimet shoqërore me një vërtetim dhe me këtë vërtetim bashkuar me dokumentat e tjera. Pra ka gjithmonë një mundësi të dytë, duhet thënë. Pa diskutim. Edhe pse duke ditur problematikat e kohës shkuar, Instituti i Sigurimeve Shoqërore gjithmonë është një derë hapur edhe në sektor të ndryshëm për ta shpërndarë informacion. Edhe në rastet e vendimeve gjyqësore, sepse natyrisht mund të ketë raste që në mënyrë fatkeqe janë djegur dokumentat e tjera, edhe në këtë rast, çdo njeri duhet kërkojë ndihmën e sigurimeve shoqërore, sepse vërtet mund të jenë djegur dokumentat e X ndërmarrje, por vjetërsia e punës mund të jetë mbartur në ndërmarrje tjera dhe kjo e lehtëson. Ndonjë edhe do të gjendet, sido që tjetë. Zotë Emini, unë të falenderoj shumë që ishe sot me mua në studio edhe që seruam disa pika shumë të rëndësishme që lehtësojnë, po themi, procedurat e këtyre individëve. Unë të mbarë. Dhe kështu miqtë të dashur, e kemi nisur me një informacion të rëndësishëm, duke sqaruar çështjen e pensioneve, një çështje e cila gjithmonë ka nevojë për argumentime dhe për sqarim. Ne do të shkojmë një herë në hapësirën publicitare dhe më njëherë do të rikthehemi me shef krenarin dhe hapësirën kulinare. Mos u largoni. Jemi rikthyer me njëherë studio pas jemi këshilluar se si mëngjesi ynë me aktivitet fizik është ndryshe dhe është një motivues i rëndësishëm për orët në vazhdim të ditës, ndërkohë do t'ju ofrojmë stile dhe trende që kanë të bëjnë në aspektin e arredimit dhe të arkitekturës. Unë kam kënaqësinë të kem në studio Ingrid Martinin, interior designer. Mirë se erdhe, Ingrid. Faleminderit që je në studio në këtë mëngjes të vrrullshëm, në këtë fillim jave, por ndoshta jemi në një moment edhe pse ndoshta puna juaj ka filluar paraprakisht, ku ka nisur trendet e reja të paktën sezonit veror, arredimet e reja, rinovimet e mundshme, apo jo? Po, shiko, kjo është periudha në cilën shtëpiat e Bregdetit apo të plazhit banohen më së shumti. Ato banohen sigurisht edhe gjatë dimrit, se mos kur distanca me pjesën tjetër të qytetit është e afërt, po dhe ato që janë më pak të largëta, dimrit janë prapë shumë idilike dhe shumë romantike për të banuar. Megjithatë, ka pak që ka nisur ky sezoni. Domethënë kjo puna jon tani e kalojmë, po themi, tek banorët stafetën, por në fakt ajo që pjesa e periudhës së punës është më së shumti gjatë dimrit, që në këtë moment ato të jenë gati dhe të jenë për t'i marrë në shfrytëzim. Për ta shijuar. Ka ndryshuar koncepti Ingrid i shtëpive të plazhit në aspektin e arredimit. Më përpara duhej vetëm të ishte funksionale për të kryer ato nevoja, ndërkohë tashmë shohim gjithmonë më tepër tendencën që të kenë një imazh të bukur edhe të jenë të punuara. Vërtet. Kjo ndodh për të gjitha ambientet në përgjithësi dhe është një trend shumë i mirë që njerëzit në përgjithësi kanë filluar të kërkojnë gjërat personalizuara dhe shumë sipas stilit të vetjetesës dhe sipas shijeve vetveta. Automatikisht kjo përkthehet pastaj edhe në shtëpiat e Bregdetit. Dhe është një trend shumë i mirë që jo çdo gjë që të pronte nga shtëpia e qytetit të shkojë në shtëpinë e dytë, po themi, në shtëpinë e pushimit. Shtëpia e pushimit duhet të ketë një trajt të vetën të mirëfillt dhe jo vetëm e organizuar apo e mbushur me objekte të tepruara nga kjo shtëpia primare që ne kemi. Sepse janë shumë të veçanta në llojin e vet për shkak të ngjyrave, gamës së finiturave që përdoren. Domethënë një shtëpi Bregdeti nuk mund të jetë si një shtëpi qyteti, nuk mund të përdorim eksaktësisht të njëjtat artikuj apo sidomos finiturat, janë shumë të rëndësishme materialet. Nëse në një shtëpi qyteti është e rëndësishme që gjërat jenë pak më perfekte, të bëra ashtu siç duhet, dhe të jenë po themi pak më të lustruara. Në një shtëpi pushimi, ashtu si të vetë ne, çdo gjë duhet të jetë një çik më e lëshuar, një çik më e relaksuar. Sikundër mund të veshim një këmishë dhe të pa e kurosur. Në një shtëpi Bregdeti do ishte shumë e përshtatshme të kishim një perde linoje, të kishim një divan linoje, që ndoshta në një shtëpi qyteti nuk janë shumë të gjendura, po themi. Pra ka stile Ingrid, të cilat në një farë mënyrë janë prezente edhe në shtëpitë e pushimit. Stile të ndryshme sipas personaliteteve të ndryshme dhe kërkesave të ndryshme të individit. Pa diskutim. Domethënë secili nga ne percepton ndryshe të bukurën dhe ka secili nga ne një stil jetese shumë të ndryshëm nga tjetri dhe kjo është primarja. Në momentin që përballesh me një klient, këto janë ato aspekte që duhet marrësh parasysh. Por përtej kësaj, ka një shtëpi Bregdeti ka, po themi, disa rregulla të vetat, të cilat duhen në një farë masë respektuar. Për shembull, do ishte e papërshtatshme një dysheme mermeri, sepse ka
shumë mirë mbajtje, është shumë e lustruar për të qenë në atë vend dhe kërkon shumë mund. Ndërkohë që koha që shpenzohet aty, supozohet që të jetë vetëm për të pushuar, për të kaluar kohë me miq me familjen. Po. Pra është një lukë si të pruar, të mendosh një mërmer në një shtëpi pushimi. E vërtet, do më thënë, nuk janë të përshtatshme njëra me tjetrën. Vendodhja e objektit ka të bëjë shumë me mënyrën se si ai konceptohet. Nuk bëhet fjalë vetëm për strukturën e jashtme, për arkitekturën e jashtme, e njëjta gjë vlen edhe për arkitekturën e brendshme. Materialet janë shumë të rëndësishme, unë do theksoja shumë materialet, siç diskutuam tani mermerin, e njëjta gjë vlen për materialet e drurit. Një shtëpi qyteti, materialet e drurit do ishin të bëra pak në po themi në një mënyrë pak më të kujdesur dhe shumë të menduara, me një elegancë të kërkuar dhe gjitha tjerat. Në një shtëpi bregdeti, një shtëpi pushimi, këto finitura druri përkthehen shumë më të qeta, shumë më natyrale dhe sa më pak të përpunuara. Ideja është që të kemi sa më shumë natyrë brenda shtëpisë. Do me thënë, është shumë e rëndësishme ky trendi i prej disa viteve tani që funksionon me mobilje in-out, do me thënë, pjesë që përdoren në përkopshte, përdoren tashmë edhe për brenda dhe automatikisht dhe ato për brenda kalojnë edhe në obor. Multifunksionale. Një hapje vetratash do ta bënte të gjithën një masë të madhe dhe ti, pavarësisht se je brenda dhe mbuluar, je pothuajse në kontakt me gjithë natyrën. Do doja të shihnim edhe disa foto të cilat po shfaqen edhe në monitorin ton të madh. Kjo është një nga punët e mia. Që përkojnë me punët e tua konkretisht. Po, që është shumë afër Tiranës, afër në gjirin e Lalësit, dhe këtu kemi tentuar në të njëjtën mënyrë të kemi këto finitura, po themi shumë të shkujdesura, shumë të relaksuara. Muret janë të lyera në një mënyrë që mezi bindën bojaxhiun ti lyente, sepse nuk është ajo mënyra tradicionale e bojës së një trajtshme. Është një guxim në vetvete. Po, kemi guxuar me ngjyrat, por është një shtëpi që ka shumë diell brenda dhe ka shumë buzëqeshje. Do të thënë kur futesh aty brenda është një ndjesi shumë e mirë. E njëjta gjë ka ndodhur me materialet e karrigeve, të mbulesës së tavolinës, me dyshemen, do me thënë, janë të gjitha të zgjedhura në mënyrë të tillë që patjetër i përkasin një gamë ngjyrash të tokës, por ka shumë lule, kjo është shumë e rëndësishme. Që japin jetë, japin atë gjelbërimi në të gjitha variantet, sjell jetë brenda në ambient, edhe në një ambient sa më të zymt, me gri dhe me të zeza, një prekje me një tufë me lule, apo një bim në një cep, i jep totalisht një impakt të ri, po themi. Ndërkohë përsa i përket ngjyrave, Ingrid, teksa shoqërohemi sërish nga fotot dhe mund t'i shohim me detaj, cilat janë ngjyrat, po themi të përshtatshme. Në përgjithësi, baza me të cilën është gjithmonë një hap i sigurt janë ngjyrat e tokës. Ngjyrat e bardha, bezhët, ngjyra e okrës, kafja, ngjyra e rërës, të gjitha këto që na çojnë në gamën e ngjyrave të tokës sa më natyrale janë një, po themi, një start shumë i mirë. Pastaj, këto janë dhe aq bujare sa pranojnë sipër ngjyra të tjera siç janë e kaltra, siç është bluja, siç është turkezja, siç është e verdha, që janë gjithsesi ngjyra shumë prej bregdeti dhe janë ngjyra me shumë diell brenda, po themi. Kështu që në një farë mënyrë edhe përzgjedhja e ngjyrave, që është mirë të bëhet nga ju profesionistët, është, le të themi, indikatori i parë për të krijuar atmosferën e duhur brenda një shtëpie pushimi, apo jo? Po, patjetër. Është e rëndësishme që në zgjedhjen e këtij personit, si në rastin tim që ndihmon për konceptimin e të gjitha hapësirës së brendshme, arkitekturës së brendshme, themi ne, sepse nuk mjafton vetëm arredimi. Arredimi është faza e fundit, vendosja e mobiljeve. Po, në fakt, para se të shkojmë deri te vendosja e këtyre mobiljeve, duhet krijojmë një trajt, një atmosferë, kemi një ndriçim të duhur dhe janë shumë procese të tjera përpara derisa të shkojmë te vendosja e këtyre mobiljeve. Kështu që duhet kuptuar edhe ky koncept, që unë besoj të paktën duke folur për fakte konkrete dhe për shtëpi konkrete që konsistojnë me punën tënde, kuptojmë që ky koncept është edhe tek shqiptarët, tashmë për t'i kushtuar rëndësinë, për t'ia dhënë një arkitekte profesioniste në duar ambientin e tyre, dhe jo më të shohin nëpër internet vetë dhe të aplikojnë, apo jo. O di çfarë ndodh, se në pamje të parë duket shumë e lehtë që interneti është i mbushur me qindra imazhe, ka për gjitha shijet, dhe ti mund zgjedhësh gjithë imazhet që të pëlqejnë. Problemi qëndron në kthimin e tyre në realitet, ekzekutimi i ideve. Se nuk është fare vështirë që ti të zgjedhësh apo të dish se çfarë të pëlqen. Grumbullon një set imazhesh dhe je shumë okay. Problemi është që në ambientin që ti ke në dispozicion, të mund të implementosh këto ide të cilat të pëlqen. Kjo nuk është kollaj. Kjo kërkon një njerëz që ka eksperiencë dhe që të paktën duhet ketë një afinitet në shije me këtë personin i cili, po themi, e kontrakton. Është shumë e rëndësishme mënyra se si dialogojnë të dyja palët njëra me tjetrën.
sepse mund të jesh shumë i zoti për të bërë diçka, por nuk je kompatibël me pjesën tjetër. Pra ju duhet të bëni dhe atë punën për aprake, të kuptoni botë kuptimin dhe personalitetin e personit tjetër. Është shumë e rëndësishme. Kështu që nuk është edhe aq e lehtë, se duket ndonjëherë shumë e thjeshtë, por kjo kërkon edhe kohë fizike, po themi. Që do të thotë është momenti i parë i takimit me individët, kuptimi se çfarë ato dëshirojnë, pastaj edhe gjetja, le të themi, të gjitha këtyre materialeve të duhura, ngjyrave të duhura. Është një sfidë më vete për ju, besoj. Është një mund më vete sepse duhet pasur parasysh që edhe buxhetet në dispozicion janë të ndryshme. Kjo puna që ne bëjmë varet më së shumti nga buxheti. Megjithatë nuk është garanci që një buxhet i madh, po themi, të t'japi një punë të mirë. Është shumë e rëndësishme që nga momenti që këto shihet janë të ngjashme, atëherë të shkojmë dhe të zgjedhim të gjitha këto elementet që na duhet pa bërë, po themi, shpenzime të kota apo të tepërta. Shumica e njerëzve bëjnë një gabim në thonjza, që duke qenë se e kanë këtë buxhet në dispozicion, interneti është aty, okej, domethënë i kam këto dy mjete dhe mund ta bëj, po themi, deri në një farë mënyrë vet. Në të shumtën e rasteve bëjnë shpenzime shumë të mëdha, duke mos njohur tregun, duke mos njohur finitura, duke mos njohur, po themi, se si funksionojnë raporti cilësi-çmimi shumë gjërave, atëherë shkojnë për zgjedhje shumë të kushtueshme dhe të papërshtatshme. Dhe kosto i del më e lartë se sa të po arkitektit të kursejnë lek në fakt. Se pretendohet e kundërta, por në fakt nuk është ashtu. Megjithatë, kur flasim për shtëpiat e pushimit, edhe aty ka stile të ndryshme. Ka njerëz të cilët duan të jenë strikt, korrekt, me linja ndoshta shumë të rregullta, ka të tjerë që duan ta konceptojnë të shkujdesur, të rehatshëm, sa më komod, apo jo? Shumë e vërtet. Ka njerëz që edhe në shtëpiat e qytetit preferojnë të jenë pak më rigoroz, të jenë më formal, dhe kjo nuk ka asnjë gjë të keqe, domethënë secili nga ne ka shije dhe preferencat e veta, si kundër ekziston edhe një pol tjetër, po themi shumë i kundërt me këta, që është shumë i kujdesur dhe të njëjtën mënyrë jetese e përkthen dhe në shtëpinë e pushimit. Ky stili që po shinim deri tani ishte Ky është një miks i të dyjave në fakt. Miks i të dyjave, sepse kemi në foto, do doja dhe mendimin e regjisë të fokusohesh në pak edhe të këto dy stile, të cilat tregojnë më së miri, dhe jemi pikërisht tek ai stili standard, apo jo? Stili standard është pak më korrekt, është më i rregullt, po themi, është shumë i vendosur brenda kornizave, gjithsesi këtu jemi përsëri tek një punë e ime që po diskutonim që parë, do doja të shtoja edhe diçka, duke mos e anashkaluar këtë që po bisedonim. Shtëpiat e pushimit janë shumë të mira sepse për njerëz që kanë pak guxim, është rasti më i mirë që të hidhen pak, po themi, të guxojnë pak me ngjyra, të guxojnë pak me pra ti shprenosh pak nga i standardi përhershëm. Është një rast shumë i mirë për të hequr frikat, për të bërë një lyerje ndryshe nga ç'ke bërë më përpara dhe për të bërë ngjyra më të guximshme, sepse janë module të tilla shtëpish që ta lejojnë këtë gjë dhe është një kënaqësi pastaj kur i merr në përdorim. Kështu që në një farë mënyre është mënyra e vetme që këta individ të shijojnë diçka ndryshe nga ajo që kanë bërë. Të bëjnë diçka të rrezikshme, po themi, në thonjza. Ku variojnë më shumë Ingrid, të cili variacion kanë përshtypjen që shtëpitë e pushimit në fakt që në momentin që ti i relaksuar, i veshur sportiv, duhet jenë pak komode të rahatshme dhe për të aty riktozitetin. Shumë e vërtet. Po të marrim parasysh faktin që aty mund të kthehemi dhe me rroba banje, kemi veshur një palë pantallona të shkurtra, po themi, nuk do ishte shumë komode që tu leshim një divan lëkure. Do ishte shumë e përshtatshme tu leshim një material i cili është miqësor me lëkurën tonë, siç do të ishte materialet natyrale janë absolutisht një must. Do ishte linoja, do të ishte pambuku, përzierja e të dyjave. Do me thënë, të njëjtën gjendje shpirtërore që ne kemi kur marrim në shfrytëzim, po themi të tilla banesa, do duhet ta përkthejmë dhe ta vendosim edhe në ambientin që na rrethon kur ne banojmë aty brenda. Në fakt, është një këshillim i përgjithshëm, po jemi referuar atyre shtëpive që ju do të shihoni më tepër gjatë kësaj periudhe, ndoshta një bisedë e shkurtër Ingrid, por besoj është kuptuar koncepti dhe ajo çka çdo secilit duhet të ketë parasysh në mënyrë që të ndihet rahat, sepse në fundit shtëpia e pushimit është një investim pikërisht për këtë qëllim, të ndjeni rahat, komod dhe që të merrni atë harmoni ndoshta të munguar nga stresi edhe nga ngarkesat që keni për qytetet ku jetoni. Falenderoj shumë që prezantuam pak nga punët e tua, por mbi të gjitha treguam dhe sugjeruam se çfarë është më e mira për gjithë secilin. Kemi ardhur në fund se pa kuptuar, është momenti që linja të kaloj tek informacioni, një javë të mbar për të gjithë, nesër në orën 7 do të jemi sërish këtu. Mirupafshim.